Shenja e tretë, çka tregon se një njeri ka thatësi, ngurdhësi në zemrën e tij, në imanin e tij, është edhe egërsia ndaj të afërmve. Egërsia ndaj të afërmve, çka nën kupton kjo? Shumë gojambël me shok, shumë i mirë, djalë i mirë me shok, kur del me shoqni, me than folën edhe qeshën, ndërsa mas miri këtë kush e njohin familjarët e vet. E një bashortja e vet, e një nana e vet, e një baba e vet. Pra çka të vlen kur je i mirë me shok, ndërsa nuk je i mirë për familjen tënde. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, më i hajrit për juve është ai i cili është më i hajrit për familjen e vet. Nuk ka thonë më i hajrit për juve është ai i cili është më i hajrit për shoqninë e vet. Jo, përkundrazi fillimisht duhet të jesh i hajrit për familjen tënde. Kjo është numër 1. Pra familja, ti jesh i hajrit, edhe ti jesh i dobishëm për familjen tënde. Pastaj në radhë të ditë vjen shoqënia. Ne nuk e themi kët, ose pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ka thonë për ta nënvlerësuar punën e shoqërisë edhe rrethit ma xhan. Mirë po fokusohu që më i mirë, më vepërmirë ti jesh ndaj kujt, ti jesh më vepërmirë ndaj atyre të cilët i ke më të afërt, pra nana, baba, bashortja, fëmijët. Pra këto janë ata të cilët duhet që ta shohin butësinë tënde, ta shohin sjelljen tënde, ta shohin urdhrin për të mirë dhe ndalimin prej të keqes.